Selam aleikum të nderuar dëgjues, ju përshëndesim gjithë juve që na ndjekni nëpërmjet valeve të radios Kosova e Lirë, gjithashtu edhe ju që emisionin ton direkt e ndjekni nëpërmjet internetit dhe radiove lokale të cilat transmetojnë direkt emisionin. Me neve në studio është profesor doktor Shevqet Krasniqi. Selam aleikum profesor, mirë se keni ardhur. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, mirë se gjej. Të nderuar dëgjues, ne edhe sonte do të dëgjojmë fillimisht një këshill nga profesori, më pastaj do të rikthehemi në studio me pyetjet e juaja në 038 249 si gjithmonë mund t'i paraqitni direkt pyetjet dhe nëpërmjet SMS-it në 044 156 mund të na shkruani pyetjet në formë të shkruar. E dëgjojmë bashkë fillimisht profesorin, më pastaj ju presim juve. Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut të madhruar, Zotit të gjithësisë, Ar-Rahman, i gjithëmshirshëm, Ar-Rahim, mëshirëbërës. Ar-Rahman, Ar-Rahim janë dy emra për emrave të Allahut të madhruar, e që se cilësia e tyre nxirret për këtyre dy emrave, cilësia e rahmetit e mëshirës. Krejt njerëzit të cilët e besojnë Zotin në këtë dynja, bile dhe ata që janë jo muslimon, por e besojnë Zotin, anë pse, me të meta, me behane, me vrejtje, që të gjithë kanë bindjen se Zoti është i pajisur, respektivisht i cilësuar me cilësinë e rahmetit të mëshirës. Allahu i madhruar, të bareke wa ta'ala, i lartësuar është Zoti jon. E filloi librin e tij me Bismillahirrahmanirrahim. E urdhëroi pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam të çdo sure kaptin të Kur'anit ta filloj me Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Zotit, të gjithë mëshirshmit, të gjithë mëshirshmit, mëshirëbërësit, gjithë mëshirshëm, i cili mëshiron çdo gjë, gjithë mëshirshëm, dhe më thaj mëshiron të gjithë, të mirët edhe të këqijit. E që është bëhet Zoti me mëshiruat këqijit? Po vallaj mëshiron të këqijit. I mëshiron të këqijit, i mëshiron edhe të mirët, la ilaha illallah. I mëshiron muslimant, i mëshiron edhe jo muslimant. I mëshiron shtast, shpest, i mëshiron krijesat e tij, te bareke wa taala. Ajo është shumë i mëshirshëm, rahmetxhi i madh, rahmeti tina shumë i madh. Kjo është Ar-Rahman. Ndërsa Ar-Rahim, kanë thënë ulemaja, mëshira e tij këtu është më e përkufizuar, e që ka për qëllim e përkufizuar për robët e tij të sinqert, të devotshëm, për ata të cilët e kanë besuar Zotin hak, pra për muslimanët. E që vjen në shprehje në botën tjetër, kur dalim para të madhit Allah Azza wa Jall. Pra Allah i madhruar është i gjithë mëshirshëm, Rahman dhe Rahim, i cilësuar me mëshirë, edhe tha me ka fillu librin e vet me Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dhe ka ardhuru profetin pejgamberin e tij që çdo kaptin, çdo sure ta filloj me Bismillahirrahmanirrahim, përpos preashtim bën surat at-Tawbe apo surat al-Bara'a. Kjo quhet e cila nuk fillon me Bismillahirrahmanirrahim. Të dashur vëllezër dhe motra musliman kudo që jeni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rahmeti
i Allahut, selami i Allahut, paqja dhe mëshira e Zotit, qoftë mbi ju, mbi shpirtat e ju, mbi familjet e juaja, mbi të dashurit e ju dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekun dhe pasojnë rrugën e pejgamberit alayhi salam, rrugën e selamit, rrugën e paqes. Nuk doja të ndalem të këta dy emrat Allahut Azza wa Jalla Ar-Rahman Ar-Rahim, por doja të ndalem të një hadith i pejgamberit alayhi salam, i cili edhe vetë pejgamberi është mëshirë, pe i mëshirës së Zotit Xhalla Shanuhu ndaj njerëzimit, sepse po mos të kishte bo Zoti mëshirë, po mos të kishte lëshu Zoti rahmet ndaj njerëzimit, nuk do ta kishte dërguar pejgamberin Muhammed alayhi salam, po edhe pejgambert e tjerë të mëhershëm, dhe nuk mundeni të dashurit e mi me marrë me mend shumica juve nashta, asnjë as ju as unë, se si do të kishte qenë fati i kësaj bote, po mos të kishte pasur profet pejgamber. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Qysh do të kishte qenë kjo botë, po mos të kishte pasur profet pejgamber, po mos të kishte pasur libra të shejta të zbritura nga Zoti Xhella Shanuhu. Pra pejgamberi është rahmeti i Zotit. E ai bekuar ka thënë alayhi salatu wassalam në një hadith që ka të bëjë me rahmet dhe me mëshirë: "Men la yarhamin nas la yarhamuhu Allah." Ai i cili nuk i mëshiron njerëzit, nuk e mëshiron atë Allahu Tebareke ve Teala. Pra po jep me kuptu kë hadith shumë të qartë, se ai që i mëshiron krijesat e Zotit njerëzit, ka për ta mëshiruar atë Allahu, edhe ai i cili në të kundërtën e saj nuk i mëshiron njerëzit, nuk ka për ta mëshiruar Allahu. E ka ardhur në hadith tjetër të pejgamberit alayhi salatu wassalam: Ar-Rahimune yerhamuhumur Rahman. Ata që i mëshirojnë të tjerët, i mëshiron me gjithë mëshirshmi. Ar-Rahman, thamë është emër për emrave të Allahut, i mëshiron Ar-Rahmani. Ar-Rahman është Allahu. Rahman ka njeri. Për atë arsye, sot populli fjala ngre fjalën, mohabeti ngre mohabetin, nuk bën më nxit emrin djalit Rahman. Gabim i madh, fetarisht nuk bën emrin Rahman më nxit djalit. Sepse Rahman e veç Allahu Tebareke ve Teala, por bën më nxit Abdurrahman. Andaj ata të cilët e kanë emrin Rahman, ose dohet me ndrrue emrin, ose dohet me ndryshue në thirrje, në shprehje, që shdush të thrasin njerëzit, veç Rahmania, të thrasin ndryshe, nëse nuk ka mundësi me ndrru, por jo Rahman, sa është Allahu. Pra, por Rahim bën, Rahman nuk bën. Pra po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Rahimun, ata që i mëshirojnë të tjerë, njerëzit e mëshirshëm, njerëzit të pajisur me cilësinë e mëshirës. Yerhamuhumur Rahman, i mëshiron ata Rahmanin, klapa Allahu. Andaj vazhdon, pastaj thot: Irhamu man fil ardi, mëshironi ata që janë në tokë, irhamukum man fis sama, i mëshiron juve që është në qiell lart. Zoti ku është tokë në qiell, Zoti në qiell lart. Zoti është në qiell lart, mbi arsh, mbi thronin e tij. Ai i cili thot se Zoti është gjithkon, Zoti në tokë, ai nuk e njeh Allahun e madhruar. Allahu është lart në qiell, mbi qiellin e 7, e për argumenteve të shumta. Është edhe ky hadith: Yerhamukum man fis sama, ju mëshiron juve që është në qiell lart. Ar-Rahman ala al-arsh istawa, Allah është ngrit mbi thronin e tij, Tebareke ve Teala. Pra, rahmeti i robit ndaj robit
rahmeti mëshira njeriut, ndaj njeriut, ndaj tjetërit, ndaj vllaut tën, ndaj mikut tën, ndaj individi tjetër, qenka për i shkaqeve më të forta. Qenka për i shkaqeve për arsyeve më të forta, me tërhiq rahmetin e Zotit, apo me të mëshiru ty Allahu. Pra, me fjalë tjera, apo dërë me të mëshiru Zotit, apo dërë me të mëshiru Zotit, nëse dërë me të mëshiru Allahu, ka shumë rrugë, shumë shkaqe, sebepe do të me plotësu shumë kushte, po ma mirë me tha shumë kushte, jo shumë rrugë, po shumë kushte, prej kushteve kryesore, prej shkaqeve kryesore, më të rëndësishme bile, prej më të rëndësishmeve, është të njerë me qeni mëshirshëm ndaj krijesave të Zotit, ndaj njerëzve, ndaj krejt njerëzimit edhe botës bimore shtazore, për me fitu mëshirën e të madhit Allah Azza wa Jall. E në mëshirën e Zotit, se mund të thot dikush, e qa për mdoj mëshira e Zotit, ko për ty qa the, e qka përfitojmë një për mëshirë e Zotit, pëthujti qka mund të bënd të pa mëshirën e Zotit, thuaj ndryshe, a ka hajrë të dunjas dhe të ahiretit, a ka të mirë të kësaj bote dhe të botës tjetër, e që nuk është rezultat i mëshirës rahmetit Zotit ndaj teje, dhe në të kundërten. Largimi, pezullimi mëshirës Zotit ndaj teje, është humbja më e fortë e të gjitha të mirave tua në këtë dynja dhe në botën tjetër, Allahu na ruajt. Andaj, duhet një sen të kuptojmë qartë se robi Allahut, krijesa Zotit, njeriu, burrë, grua, plak i ri, robi Zotit, është ekstrem i nevojshëm për rahmetin e Allahut të madhruar. Ai nuk mund të pavarësohet nga mëshira e Zotit asa një qërpik i lëvizje synit mbyllur qërpikut. Nuk mundet. Wallahi, edhe mbyllë e kapakut syn të pëp, është për rahmetit Zotit. A dini të dashurit e mi, se qka bëhet, qëfar rëndësie ka mbyllja synit top kapakve të syve. A ju ka shku menja në i herë, ma se për mena, edhe një se deshta me të regu sa pak sen i do këtë njëriut, ama edhe është për rahmetit Zotit, mbyllja si të qërpikve të synit, kapakve të synit. A ju ka shku menja ndo një herë, a thot që ka bëhet, me bo mës me i punu njëriut, me prish nervat, mës me i funksionue, e mës me mbyll kapak të syve. A di që ka bëhet. Dhe në anën tjetër, njeriu ka pak të syve, a i mbyll me kontrol apo pa kontrol, me vedia apo pa vedia, apo mënyrë instinktive të vetiju mbyllën ata. Si punë e frëmarrja, si la ilaha illallah, si punë e rrahjes e zemrës, me kanë zemrë aty me dvetë, kur për dënë me rehe, kur për dënë më nale, ish blokum ati, po Allah e kalon atë në veti, nuk ka punë me ty këne jashtë, s'ka punë me ty. Të fleje, quë mërzitë, kaje, keshe, ledzëve, pënëve, për që ka dushe, hidrove, gëzove, i ka të vetë ata ja. Aje ka sistemin e vetë, ka ligjin e vetë, edhe ka pak të syve, me bu më ndalë që ka bëhet. Qa bëhet? A mund të imaginën se njeriu nuk mundet me jetue, nuk vdes, se këtë dhejka fort që bardë, por qëfar domi i bëhet një personi nëse nuk mundet me mbyllë syt. E kam par një film të shkurt, e fjala për ngre fjallën, prapë e përseris. Film që shkurt, dokumentar, mund t'jetë 2-3 minuta, 4. Se si një femër, modele, artista, ku ta dione, shkan dhe bënë operacion plastik për me zbukuru e ftyrën e saj. Por jo një herë, por disa heradhas. Edhe njëherë, gjatë operimit plastik, mjektja dëmtojnë nervat, të cilet e kanë për funksion, për detyr, mbylljen e kapakve të synit. Dhe ja prishin.
Dhe asajna më sytë nuk i mbyllën dhe këtërit i mbyllën për i me dhe sa des. Dhe aja ta shi qëtë në gjëgjë atë spital që e ka dëmtuën shëndet dhe lip shpërblim, por t'ysh me shpërbly. Dhe tonë kohën kur flet e kam mi dilin në ndorë dhe e fshin let non-stop se pësën e nalë, loti vetë vetë i rri edhe në let, edhe i trubëllohet pamurit. Dhe kur rahat se bëhet, që shfla njeri me si qelë. A dësa dëmë tonë pas taj drita njeri ju në gjatë fjetë, se mës flasë për ma shumë, se nuk kam atë teme folë dhe aja është punë e gjatë. Pra edhe një të mbyllur syve është për rahmetit Zotit. Edhe levizja e kësaj guhe është për rahmetit Zotit. Edhe frymara është për rahmetit Zotit, la ilahe illallah. Edhe largimi belave i sprovave është për rahmetit Zotit. Se dikush thot aftësia jam shumë jaftë, ka shoni shmonga një aksidenti. Valla po, hajme, det për jaftë je konti. Ju do të shënu liber të genisit, se mos ke aftësia ju të ripatë me thikryt, re mare. Po thuj Zotë më shiraj, la ilahe illallah, thuj Zotë më shiraj. Se vallahi, mos me kanë mshira Zotë e thën krytit dëmbaft në të për të rafë. Me disë rafë që e thë kryt, që për banë? Me disë rafë që e thë kryt. Bashkëru shkën me një hitë që të thë kryt. Pra dhe largimi belave i sprovave, i të ligave është për rahmetit Zotit, edhe marrja seneve të mira është për rahmetit madhët Allah Azza wa Jall. Andaj të dashurit e mi, pra rahmeti ku ka shkak, rahmeti jo ndaj krijesave të Zotit që neve Zotit me na mshiru, e ne kemi nevoj për mshirën të madhët Allah Azza wa Jall. Andaj, nëse dojmë të forcojmë, apo të kemë shumë rahmet të madhë nga i madhi Allah Azza wa Jall, dohet me punue të na rrugë, të na mënyre, të na sebepe, të na shkacet që ndikojnë për me tërhjek këtë rahmet Zotit beslartë i poshtë të këni. E Allah i madhruar i ka përmbledhë tënë në këtu në një ajet Koranor ka thonë inna rahmet Allahi qaribun minal muhsinin. Rahmetit madhët Allah, mshira ti është afer kujna Zot jam, afer njerëzve të mirë, la ilahe illallah, afer njerëzve të mirë, afer njerëzve të mirë, e që i bie është larg njerëzve të këqi, të bareke wa ta'ala. E prej cilësive të parve të njerëzve të mirë, prej ciparve më të mëdha njerëzve të mirë, është me mshiru e krijesat të Zotit, me mshiru e njerëz të tjerë, krejt njerëzit, pavarësisht bindjeve, racave, afërsisë, gjakut e fese, venet ku jetojnë, me mshiru e njerëzit la ilahe illallah, me mshiru e njerëzit më pa. Se mas pare ti ki nevoj për këtë mshirë, mas pare ti si individ ki nevoj dhe mas pare ti ashe hajrin, kësaj mshirën dhe i të tjerve, e pas të shojnë hajrin edhe të tjerët. E rahmeti mshira e njeriut ndaj të tjerve është dy lloje. Sepse mund të pyet dikush, e qysh me fitu mshirën rahmet, këtë cilësi njeriu më bëjmë mshirë shumë. Sepse kundra mshirës është me kanë i vrasht, me kanë i padhimshëm, me kanë agresiv, me thane shprehje tjera të cilat tëne negative. Rahmeti i robit i njeriut është dy lloje. Lloji i parë është instinkt i lindur nga i madhi Allah Azza wa Jall, që ja ka mbjellur në gjenet e tij. Kur ka lind me këtë cilësi, me këtë vërtet, lind me mshirë, ka në ndjenjat e tij, në zemrën e tij, në shpirtin e tij, në trurin e tij, ka mshirë, në gjenet e tij, në gjakun e tij, ka mshirë ndaj të tjerëve. Për ata gjen njerëz të cilët pa mësu kërkosh, i mshirojnë të tjerët,
janë dëbut ndaj të tjerëve. Më në vrejnë këta që është në hapat e parë, vitet e parat, fëmijët kur fillon fëmijë me komuniku. Ta zame mërë nana atje me prej një pull, nisëm nga jetë e katonarve atje, dhe fëmijë thëtë mëse mëtë se gjëna, pse mytë e deki pula. Këshem se e të me thanë. Erë gjëna, pra mëshira e ti, e mbilur në gjenit e ti, në zemrën ti, o që faqë? O që faqë? Botësia, dashuria ndaj të tjerëve është pjesë, dashuria pjesë e rahmetit është. Sepse njëri ju kërë dënë dikën, kërë mëshirën dikën, edhe dënë. Nuk ka dashuri pa mëshirë. Ja, ajo është falsë, ajo ranë. Dashuria e vërtet është kërë dhe rezultati mëshirës që e ke ndaj tjetrit. Ndërsa lloji i dytë është mëshira rahmeti i robit që e fiton. Edhe kjo është tepër më rëndësishme. Të parën nuk ka në dorë njeriu, por dytën e ka në dorë njeriu, që e fiton vetë në rrugë të ndryshme, në mënyra të ndryshme. E shkaqet të cilat ndikojnë më së shumti me fitu njeriu këtë cilësi më pajisur me këtë vërtet, është natyrisht kuptuarit e dinit Zotit. Me marrë vesh sa sevap i madh me mëshiru njerëzit, me marrë vesh se sa shpërblim i madh, me marrë vesh se sa të mëshirën ty Zotin e se mëshirën krijesat të Zotit, dhe në të kundërtën e saj, me kuptu çfarë gjunahe të madh ka nëse i bën njerëzve keq, sepse kundra mëshirës i bën njerëzve keq. Nëse bën njerëzve keq, nëse bën njerëzve zullum, e hubli që hub sevapin e madh, ku e nxenat sevapti, por edhe fiton hidhrimin e Zotit, edhe për zëllohet rahmeti e Zotit ndaj teje, atër kusht mbron tyje. Nëse nuk mëshiron Allahu, kusht mëshiron Allahu tyje, te bareke o taala. Pra ta, këtu vjen roli ndikimi i fesë në fëmiri, tek fëmia në veçanti, po të i rrituri, sepse nëse nuk ka eduku baba dhe nana kur e ka një vogël në frymen islame, tash i rrit, tash ki fillu me kuptu fen, do të më ndalë me mendohe. Për shambull, kur më ka një ri, po do ka njerëz me mëshirue, me ka i but ndaj tyre, me avshtri njerëzve dorën, më bo urë për njerëzit, të kalojnë me ty letet si njerëzit, edhe nëse të nga njëherë dëmtohesh, nuk ka dert. Kjo pjesë e mëshirës, pjesë e rahmetit, të njeriut ndaj robit, ndaj tjetrit. Pastaj njeriu kur e fiton rahmetin, mëshirën, dhe të këtë cilësi, qysh me ditë, që është pajisër me mëshirë, me rahmet, qysh me ditë? Me ditë, kur në zemër ndjen dashuri dhe respekt dhe mëshirë dhe dhimen të tjertë. Më që faqë në gjymtyr, me folë fjalë mira dashse, dëbuta, tëmbla, dhe njerëzve. Dhe me gjymtyr, më bo mirë njerëzve, e je më bo keqë. Tana dhe mirësill çdo të mirë që ka mundësi të njerëzit, për ata ka ratin hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, imani është 70 sa shkalla apo pjesë, më e larta asaj është fjala la ilaha illallah, dhe më e ulta sajna është largimi një pengese, një therrë, një guri nga rruga. Pse? Se shaja rahmetit të ndaj njerëzve, se ke besu Zotin, e ke besu vlerën e mëshirës, sevapin e mëshirës, pa do në misel njerëzve mirë, e sjellja e të mirave të këtë tjertë, përqimi të mirave të këtë tjertë, jëtë vetëm që është ahlak dhe etik, dhe është pjesë e rahmetit, tanë që ta kam bilë Zotin zemër, por është edhe shkallë e imanit, pjesë e imanit e besimit, që shetë se këm hadith, pak më herët. Pra, njeriu do të mëshiroj të tjertë, do të mëshiroj krijesat e Zotit krejt, të bareke o taala, pleqt, trit, shtazt, hajvant, muslimant, jo muslimant. Për ata gjithmonë e kanë tregu ulemaja, sepse kanë përcjellur njerëz të mëdhenj për hadithe fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, sa Allahu i madhruar mëshiroi një lavire mëshiroi, laveriteti apo laverlloko apo prostitucioni, zinaja është audhu billah, vepër shumë e ndyt, por
aje pat rahmet në zemrën e vetë. Dhe në një rast në shkret të tirë, e pa një qenë Allah ju ndëroft, i cili për handhejon nga jetja e madhe. Nuk mujti me shku me lan qenin, se të shumë tha ka me ngorë për jetjes, dhe zbritin po se hipin nalë të dere sa i dha uj, e Allahu për hatër të rahmetit të sajt, mshire sajt, ndaj qenit, e fali për ato vepra të ndyta që kishte bërë amoralitetit sinaja. Imagjina nëse për një qenë që ke dhanë ujë me pi, Allahu e fali dhe futin xhenet. Se qenë ke në rrezik për jetë. Po me mëshirun e njeri. Po me mëshirun e njeri. Për ata punë të heratit, ata që shtrojnë ura, ndërtën një urë, thët ka gjëna, po hjekin thmija, kanë recetën në televizor, s'pa thonë për ditë dhe 3-4 ditë një javë nuk shkan për qitë. Filan ka toni, jenë medë vëlla thmija, nuk për kanë me qa me kalu udhën, urën, lumin, ku dirën, për do të me shku 2 kilometër rrëth. Mirë, po në pyetje thjesht. A krej që ta borra që ti ka toni? Nuk ka një borë, nuk ka mundësi një njeri veton, e lemu më bë 5 shpje 10 shpje marun një urë, e me kalu thmija udhën, lumin, procken, por dhe të më prit për komunët gjithmonë? A, nuk kanë mundësi që ata ka të normin da e ka 100 euro mrena më të moti, mrena muje, dhe për 2-3 vjetë mi bue një shumë të caktuar parash për me shtruar rrugën qofte dhe me zhavarë me qka quhe që a i thëjnë popull, e jo me balte me ujtë mija mësë mujtë me shku e vere, dime në mësë me shku në shkollë, e tani pa në kohëm në televizar. Ku është rahmeti ju ndaj njerëzve? Nërsa aj që ka rahmetet, ja, one shpinë ta me kom bo 100.000, 200.000 euro, one kam kanë të parën bankat edhe 15.000, 50.000 euro. Jo, pasha Zotin, ku rahmeti jam ndaj krijesave të Zotit, po hajvan me kanë këta fmi, mësë me kanë heq njerëz, do të me mshirue. Omeri radiallahu anhu, kalifja e muslimanve, që ka thonë? Ka thonë kuku për mu. Edhe nëse një lop, hajvan, deve, që ka dushtuj, nuk gjen uj me pi një rak, është në Medine, ka për 1.000 kilometra largë, por është mrena mbrellë shtetit islam, nëse nuk gjen uj me pi atje në shkret të tirë, kam frikë se kam më dënu Zotin ditën e kiametit, kam më vetë Zoti Omer, që ke voti për ata që kanë qenë në pushtetin tënë? E lemë njerëz, pra ku mshira jote ndaj njerëzve? Qushtëra njerëzve rrugën? Ose, ke mundësi me pru ujtë, mja pru katunit ujtë, 1 kilometër largë qeshme në atje mja pru me gypa me sene, me sot ka që Zoti kushte. E njerëzit marrojnë të prit për ujë. Pse pas ja bjen? Pse si mshira njerëzit ti e me fitu mshirën e Zotit? Pra ta burrat e mirë, musliman të mirë, që themi ne kanë lanë hajrat për para, e kanë lanë bonarin e hajratit, e kanë lanë kronin e hajratit, orën e hajratit, për para s'ka pas kësa farë shkolla se shtira atër, s'ka pas për para atër, është për kanë lanë se hajratin njerëzit. Se kanë lanë se shaj i mshirës rahmetit ty në ndaj njerëzve, e që është shaj se ata kanë fshru e kanë fitu rahmetin e Zotit, te bareke wa ta'ala. Pra, për një macë, për një qenë, Allahu e fali dhe mshiroj, dhe nanën tjetër, hadith tjetër i vërtet, Allah e madhruar e dënoj një grua për një macë, ata e mshiroj për një qenë, por këte dënoj për një macë, sepse e mbyllë macë mrena, në qilerë mrena, në shpinë, shupë, thuj si dush. Edhe shka jemi kry punë të veta, as nuk i dha me hangër macës, as nuk ja qeli dhere me alon qel, me hangëra je për rëskut Allahut natylle, të hanë livadrë, të hanë bari që ka dënë, dhe maca mbeti mrena dhere sa ngordhi, kërkush nuk e pa, por e pa Zotë i saj. E pa Zotë i saj. La ilaha illallah, e pa Zotë i saj. E ka në hadith se Allahu dënoj atë grua dhe futin xhenem. A për din me për çaj futin xhenem? Për çaj futin xhenem? Sa njerëz ka mytë kjo? O kësë ka mytë kërkon? Pa që ka bane pra që hini xhenem? Macën e ka mytë. E ka torturu macën. S'ka pas rahmet ndaj macës.
Po nëse ndajnë ju matë se njeri ju për të mund me shku në xhenem. E për njeri, e mi bë zullum në njerit, e me myt një njeri, e me rreh një njeri, e me plaçkit një njeri, e me torturu një njeri, po me torturu shumë njerëz. A din më rrët zullum qartë, a din që s'kan ku shkojnë të Zoti? Për ata tash mos ta rrojmë temën me fol për zullum qartë që ju bëjnë kesh njerëzve, se kjo që s'ka dha macës ujë që gruaja kjo zullum qartë është tashmë. Se kur s'ka rahmet ka zullum. Disa jetet e ka ndarë për zullum qartë. Wala yuflihu dhal wala yuflihu sahra ai thata për magjistarin, por është وقد خاب من حمل الظلم dhe e ka pas puna e tina që me veti ka zullum kur del para Zotit. Ose alimu alladhina zalamu ayya munqalibin yanqalibun, do ta marrin vesh mirë, do ta marrin vesh mirë se çka kam i gjet ata që kanë bërë zullum të tjerëve. Edhe kështu me radhë. Këto në vlerat islamit të dashurit e mi. Kjo është dini i Zotit, dini i rahmetit, dini i mëshirës, fe rahmet i mëshirës, por çfarë populli dhe është një fjalë e urtë arabe më ti, edhe bile poezi, laqad asma'ta idh nadayta hayyan walakin la hayata liman tunadi. Virsh është. Ti e bën me ndëgju kur e thret ata që nin, po qa me bo që po e thret ata që nuk nin. S'nin falsa dush. Pra, kjo është islam, këto e në vlerat islamit, për ata që ka vesh dhe dën me ndëgju, për ata që ka men dhe dën me kuptu. Kjo islam e qështu. Këte nuk ka agresivitet, nuk ka dhun. Që ka bojnë njerëzit. La ilaha illallah, islam është beri, është larg, çdo të keqe. Është fjallë e Zotit, rahmet e Zotit, mëshirë e Zotit, ndaj krijesave të Zotit. Allahu na pajist neve me cilësin e mëshirës, të rahmetit. Ja Rabbel Alamin, ndaj krejt krijesave të Zotit. Na bëft Allahu në dëbut, të mbel, të dashur, të mëshirshëm, ndaj të tjerëve. Dhe në përmjet kësaj, na mësoft Allahu dhe na bëf atyre që fitojnë rahmetin e Zotit të bareke vë ta'ala, e pastaj ata që mëshirën Zotit, tlëmt ata tlëmt për veti, e kanë fitue këtë dynja dhe kanë fitue ahiretin, zëtën për rahmetin e Zotit. Ne as mund të jetojmë këtë dynja, as mund të falim, as të agjerojmë, as mund të bëjmë as një vepër të mirë, e për rahmetin e Zotit, nuk mundemi as me shku në xhenet. E ne jemi mësy dhe minis për xhenet. Allahu na bëj për xhenet live. Ja Rabbel Alamin, na bëft haram xhehenamin. Ja Rabbel Alamin, na bëft haram dënimin e varrit dhe dënimin e xhehenamit. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Faleminderit profesor, të nderuar dëgjues, ne do të bëjmë një pauzë të shkurtër, pastaj rikthehemi në studio, ju qëndroni me ne. Rikthehemi në studio, të nderuar dëgjues, do të vazhdojmë emisionin tashmë telefoni qëndroni hapur 038 249 237, ku mund të drejtoni direkt pyetjet, dhe 044 156614. Gjithashtu mund të na shkruani pra pyetjet në formë të shkruar. Profesor, për dirisa të kemi dëgjues në linjën direkte, po ja marr një pyetje që na ka arritur nga një dëgjues. Selam aleikum, thot ka disa ditë që po tentoj me parashtru pyetjen direkt, por telefoni me çështën zonë, të lutem ma lexoni sonte. Burri im para 4 vite thot ka lujt kumor, ka humb shumë dhe ka mbet shumë borxhe, thot ka qenë një krizë shumë të madhe, sikurse edhe martesa, thot unë i kam bë në Allah që në qoftë edhe një herë luan, do të ndahem. Profesor, tash thot e kam kuptuar që ka lujt sërish kumor prap, e kemi një fëmijë, thot jam prap shtatzane, thot po mu po mbren dhe po mbyt beja cilën ja kam bë. Një këshill. Bismillahirrahmanirrahim. Ti je grua e mirë. Inshallah taala, ti je grua e mirë, ai burri keq. Ti je grua e mirë, ai burri keq. Ti inshallah min as-salihat, pe grava të devotshme të mira, të cilat e dojnë xhenetin për vete dhe do xhenetin burrit. Ai grua e cila sënon që burri vet me marrë dinarin me niyes halal, ai grua e cila mundohet me rujt burrin e saj
prej xhehenamit, prej hidhrimit Zotit, çfarë është gruaja mirë? Po flas për të Zotit, çfarë është gruaja mirë? Se nuk është gruaja mirë e cila thot burrë të diçka. Hajde shkojnë sonte në diskotek. Ku? Në diskotek dhe po shkojnë aty po tranohun pak. Tanë të tjetër në vit thotë diçka, hajde shkojnë në ndeti. Qysh ndeti me shku pik verës. Pa dhe ta ndeshën në koshtybe, nuk në këqyrë. Kërkës për të shike aty? Kush për të qyrke? Qysh? Kërkës për të qyrke dhe? E i bën presion burët e presion, s'ka qare shkreti pa shku. Që e gru e mirë aty, bënja ka bën ta. Ve që e gru për ditë të punu për gjehnem me qku vetë dhe burën me qku. Ndërsa kja është e mirë, që ke gru e mirë. Që thët burët e janë atan, janë kitan. Allahu të forcoft, të ndin e burën, të allëzoft, e të drejtoft. Sa e përket besë tane, ti për që ke bu ben nasht. Për që ke bu ben nasht, ti ben, se për bisë shkorë, se më do këtë për përre kështë telefonatarë, gjie për banë me dorë, ti veç bën kefaret, për betimin tënë, bën kefaret. E kefaret është ka thënë Allah Azza wa Jall, fe kefaret uhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba. Faman lam yajid fa siyamu 3 ayyam, dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum wahfadhu aymanakum. Kefareti, shpagimi i betimit, i besë që ke buti be, është it'amu 10 masakin, me ushqyja 10 veta, fukara, min awsati ma tut'imun ahlikum, mesatare që hanë ju në shpe. Për shamull, ka 2-3 herë nditje, hanë t'i buk. 2-3 herë nditje. Andaj 3 herë nditje, me kon 4 herë nditje, 10 dit, 10 fukara, 4 herë, bëjnë 3-4 herë. Me adhon një fukaras, ose me adhon 10 fukarave, ose 2 fukarave kërësorja, sa hajnë 10 dit njerëzit, ka 2 shutjet voglet mesme. Ose me i vesh ata. Nëse nuk e pare heq, atëherë qka bën, agjeron. Për nuk shkën të agjerimi, pa këtyra ki mundësi me pagu. S'ke mundësi me pagu, e agjeron 3 dit radha zinjanën, pas tjetërës, edhe t'jo lavën betim. E burët, shtërngaja fort, burët, në mënyrë që a i milanat haram, se komorja të hanë shpirtin, e ta prish ftyrën, e ta prish zemrën, e ta prish e trunin, e trunin e prish komorja. E trunja prish, ata në kanë si të mirë në krys janë, krejt smut janë, krejt për nërë psiatrijan ata, të cilet lujnë kumore, e hupin e fitojnë, ku dion që ka bojnë atje ty, bën koftish në ushe në kry kur, sepse nuk të len harami madhë, nuk të len pas të pun parja shkret, e Zotit rujt, bëni ka pak burit presjen, në qatë mënyra që ke mundësi, nashta dënë Zotit dhe Zotit drejtojt, e lena të rrugë këqia, po. Kemi dëgjues linën direkt, alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam, urdhrani. Përshëndetje për huzën, me selam. Kam një pyetje me na shpjegu huza pak, i ka prek pak do tema, tash me këtë festën tonë, që është edhe festë që po mendoj e popullit, sepse aty u fitu një liri, edhe aty do të mbledhen festë e qetë, do të jetë domethënë të gjithë edhe gjithmonë kanë qenë festë, edhe këtu kanë qenë manifestimet e popullit të qeta, edhe aty të gjithë janë me zemër të lidhun, që domethënë njerëzit të fitojnë një farë lirie, edhe të ketë shteti një farë respekt edhe një farë përparimi. Me siguri aty do të ketë edhe njerëz të cilët do ta lusin qeverinë që premtimi që u dhonë për xhaminë e madhe të filloj sa më parë, pasi që aty do të kishin punuar 3 vllazën e tonë të mëdhej, Dom Lërzezhi, Nikola Marko, shefsetit e tjerë, edhe ne kishin sharu këtu problemet mirë për këtë problemin fetar. Domethënë këtë nuk ka të bëjë me popullin tonë fare. Edhe do të ketë edhe aty për lirin, barazin, sidomos këta po në fusin, faktikisht mosdhia po në fut thiken mes popujve, sidomos në Ballkan. Edhe pyetja është, është mirë se ardhën kjo festë ku do të buhen njerëzit edhe do të kërkojnë një farë lloj lirie, ata me zemër e kërkojnë prej Allahit. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unë e qka e di, 28 nëntor është ditë e protestave.
S'po ka lemru që ashtu e vërtet që ditë feste, ditë e flamurit, e shqiptarve, por është edhe, kam për lemru ditë proteste. Unë nuk flasë, nuk komentoj punë në proteste, as punën e kërkesave të partive, qoftë asaj, qoftë kësaj, anëpse kam qëndrimet e mija, natyrisht, kam të drejtë me majtë ato. Dhuna nuk më pëlqen për shallë zotës, në ka hi njëve muslimanve natyrisht, nuk në ka hi nga asë një anë me ndodhë, s'në ka hi si popullë, si njerëzë, si feje, si që shdu shtuj. Esaj përket ndërtimit të gjamisë që gjëna është mja mi hinë hak, por qeveria nuk në ka faj neve për gjamin e madhe tashmë. Ja. Me thonë se qeveris me kërkupi qeveris, me në dhanë trollë ku ta diu në senë, qeveria në ka dhanë neve, qeveria lokale, Prishtinë në ka dhanë trollë për gjami. Aja ka hek bëllë në ka dhanë, në ka pro shpirtin fët, dhe në ka dhanë, por ka dhanë, me ka bo për hera ja. Topi është të ne, marsin islame e ju në qeveri. E ba se islame që janë të ba, gjithë për njësit, unë të i benedi, pasha zoti, nuk e di, e me full pa dit, veç ga baj. Po. Kemi dëgjuesin tjetër, alo? Alo në lama, assalamu alaikum, rahmatullah. Aleikum salam, Të hoqën, kur shka njeri për shumë të disa ushqimet shpeta si hamburgera ku marrën, aty të harë majonez, mirë po unë nuk po dija i majonez a guxon më hangër sepse ufulla që tash besoj si cilë din që i majonezët kanë ufull, nuk mujnë me ditë që ajo ufull më thonë a është fitu përmes fermentimit natyral që fermentohet vetë apo e kanë fermentuar ato, sepse unë kam dëgjuar që se fermentohet vetë. Atër është ndalu me më hangën, që se nëse lihet ufulla vetë më fermentu për natyrës, atër bënë. E kështë që nuk kur përshkojnë e ka nuk përdi e gudzej me hangër majonez apo jës. E qartë. Mirë, faleminderit shumë. Aleikum selam. Shafive të pas kanë dëgju me selën e shafive. Ndërsa hanefit e kanë, e që në këte për krahi, këtë mendim, nëse vera llojet e pijeve alkoholike shëndrohen në ufull, bëhen të pastërta. Dhe unë mendoj se çdo lloj ufulle që ke në përshëtor, kudo që kesh, ai është e pastërt. Ufla është një substancë mbi substancën alkoholike, mbi pijet alkoholike. Lango është nën pijen alkoholike. E mërë frytin e shtryll, quhet lang. Qaj langi njëti, nëse rrën një afat kohor caktuar dhe me procedura caktuara, kalon një fas tjetër, shndrohet në një substancë të langët gjithashtu tjetër, e që quhet pije alkoholike, verë, thuj, që është dusha tje, lang rrushe, lang filanë mollë, po është verë, është raki, është haram, pije alkoholike. E njëjtë atash, nëse rrën një kohë, apo me procedurë të caktuara, kalon një fazë tjetër, ai shndrohet një ufull, që është faza 3, që është ufull, ai prap kthehet e pastërt. Për ata ufulla është e pastërt. Ufulla është e pastërt. Unë kështu e di dhe kështu veproj. Po. Kemi dëgjuar. Andaj nuk shoh arsye që me kanë haram majonezi. Nuk shoh arsye. Allahu alem, Zoti dhe më së miri. Po. Janë dëgjuar si radhës, alo? Selam aleikum. Aleikum selam, murta. Allah është blef. Ju dhe hëgjën në dheruam. I duhe forca gjallar, po molla shërshetin ma shumë të pejtyre, se është kur yllin gjëgjeru që është në hava. Allah i do. Këm 2 pyetje, e para është kështu, dalimin mes tonëve dhe në gjenve. Mes kujna? Shejtanve edhe në gjenve. Po. Një, gjallar që bojnë rukje, qaj hoqë si thët, punoj me në gjenë, edhe e di ku jënë sehiret, a është faltor apo hoqë. E treta, a ka lëng dhe fes që studion veç për rukje, a veç cili duhen e me për rukje me boha gjallar. Allah shvëbleti, Allah gjenet a pjekë. Amin, ja Rabbi.
Se vallahi pyetjet mira ke bo, Allah në gjenet e ty të qoftë, ja Rabbi, midis gjeneti. Midis gjenetet, ja Rabbi, Allah në boft nasib gjenetin, në boft haram gjehnamin, o zoti jon, për çdo ditë po lutna, ja Rabbi, po lutum ton, ja Allah, bana haram gjehnamin, ja Rabbi, bana haram se. Nuk kena takat, nuk kena fuqime për ballo gjehnemit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Të mirët, e tani pejt mirët, krejt popullë e kitë mileti, na haqëllartë. Na. E pe haqëllarëve une, sepse në të me kajtë vetë vetën, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Isha të bo një shkrim, cëllë inshallah dhe të delë shpejt edhe liber të të bëhet, por nejsa ajo është pjesën e librit atje, cëllë njës kanë me hitë partë në gjenem. Dhe këtë mesele cëllë njerës kanë me hitë partë në gjenem, vere se kam shënu, dhe me thonë para haqjit ku mas Ramazanit, por së më përshejke zemra. Dhe ishte zoti. E më qej zotin haqë. Edhe thash në haqë atje mire, rasti haqët është i mirë, më taku me halëma, me haqëllarë, dhe zëtën aty shtë takimi jonë. Thash vetën e shokët mi atje haqëllare, që atë shybe që kisha hone, kush ka me hitë partën gjehnem, në ashtë ata ma këthjelin, ma të fillojnë. Dhe nuk e harroa, kisha me veti në kry këtë mesele, e për veti, disa vetë aty, nuk e në gjendë ma të fillojnë. Sanës ma të fillon, apet të dyshimi që kisha, kush ka me hitë partën gjehnem? Unë s'përgajt, nuk për të rëgajt të rëgjimi se në dy hadithe, që njënë thët për 3 veta, tjetët për 3 veta tjerë, që kanë me hitë partën gjehnem. Dhe herë dhe aktheva dhe thash do të mja njëse dhe një herë me lëtëzue, më kujtue, me lutë zotë ma të fillu Allahu. Dhe dje, isha pak i mërzit shumë, por në gjithate, janisa që atë meselë, thash o zotë lëta me ja Rabbi, dhe ma letej zoti shumë shpejt, e gjeta, që ata që me mujtë më isha me gjetë, ku po du me dalë në me këta, po du me dalë se pejt parët e cilët kanë me hyë në gjenem, së është një hadithët kanë me hyë në gjenem, 3 veta, mret e o dhe hetë si prisi lideri, që qapuna lideri zëllëmqar. Në ndë, një i pasën, i cili nuk e jep hakën e pasionist vetë, mes për veti, nuk me në për fukara. I treti, një fukara mendje madhë, kryt për pjetë, buks ka me hongër, kryt për pjetë. Një hadithat këta kanë me hynë gjene, pa hadithi tjetër, të ceftë e gjehnemi komundes me 3 loje. Cëllë tjena ta zoti jem, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, në njeri cili ka mësu Koran dhe ka mësu fen, por e ka mësu për sy e faqe, jo për Allah. E ka mësu me thonë halku filani hoqë i mirë, e filani për lezën Koranin e mirë, i pare, i dyti, në njeri cili shkan lyfton, për kapuq edhe vdes, jo për Allah. Do të me dik me shliru vatanin, me shliru me shliru njëzë për robërije, që kem pas në kënëm qenë robë, sklav kemi qenë, tash për marë frima lehtë, alhamdulillah. Dhe i treti një njeri cili ka pasu një jep, por jep kërë për pjetë, me thonë njerëzit që filani ka dhanë. Shtu 2 hadithin nuk musha me i përputh mirë, dhe më dëfke ku. Se da që tjetë, ku po du me dalë tash krejt, po du me dalë se më spjem, unë që aty më ka rëgolja jem. Kanë thonë disa ulema, ka ardhur në disa hadithe, se ditën e kiametit, kur caktohen njerëzit për xhenet e për xhenem, me laqet e cilat janë të xhenemit, quhen zebajn, që janë të dedikuara special me afshiju dënimin njerëzve të këqij në xhenem. Ato
i marrën njerëzit lidh me zinxhir. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. مرنا بات الله مرنا ترهش نجاق ظللنا من الزنجير ذرعها 70 ذراعا اشتضت كوت الجات لذنا دوارد كانت تشافن باشك ذا جاقرنا ملاچه دینگرین جاق جهنم kan than ملاچه جهنمت maspari kapin qita hoxëllar e qita që kanë lexu Kur'an po janë për xhehenem para se me i kap të pagan e dhujtarët që kanë dhuru drunin e gurin e budën e filanin dhe këta që kretit thonë po pse neve maspari me laçe të thonë sepse ata po se po me shkun xhehenem ama ata nuk e kanë dit hakun e ju e keni dit hakun por s'keni punu me te ku për neve të mirët kam fjallën na kërejt një herë tani na haqëllar dytën herë tani o në tretën herë për veti nëse zote në kumë shiran ne muna me bo raf njani tjetërit ne muna me rrit gjyks para njani tjetërit ne muna me i thur lavdat njani tjetër për vetë vetës por që na kryin këto punë të zotin nesër kur dalën para lartë madhërisë ti në ditë gjykimit nëse se këna pas për Allah këtë esenca nëse se këna pas për Allah e këna pas për Allah edhe këtë fjallë që për flas edhe këtë radje që ka mardhur dhe që për vëtë të javë apo vi për sy e faqe apo vi për emen apo vi për me marrë shpinë e njerëz me thonë ti e filani ti për din apo vi për hatër të zotit që a kom bërsh njerëzve për qa për vi sinceriteti me pas punën për e zedë zotit Allahu në më shiroft ja Rabbi o zët Allahu në më shiroft pra nuk ka land special unë nuk kam ndëgju që ka ndonjë fakultet ndonjë land fakultet as land special të pësën që me bërë rukje por nuk është shumë problem mësu me bërë rukje më bëjë dhe honë ma në edhe më bëjë rukje pësën që kam që të bëjë rukje por nuk du të bëjë rukje kërkej fali pe i tanë vllaznive dhe motrave 2 sene nuk duhe me marë me siper në një me bërë rukje njerëzve dhe në ndë mja komentu anërat për zetë zotë i lem në rahat nuk duhe vlla du të mirëna me tjetër sen le të mirën vllaznia tjerë me këtë dyja nuk mu i përfshirë në gjitha dhe nuk du që kohën tem të hargjoj në rukje kush qohët me symshel i dhem kryt, i dhem veshi, i dhem barku, i dhem kamat e të fundit të thoni, valla ka bot dikush diqka, edhe për shket të hoxhan atje të mbër rukje. Unë së shkova kur të hoxhan mbër rukje, dhe kur s'pata nevoj, alhamdulillah, pe zoti, inshallah, s'kam nevoj kur sa atje më gjallë. Pra, haqëllartë nëse i thojnë vetë se jem hoxh, dhe thëtën e ditë pësheftën e djetaj nuk ka hoxha e faltor, ai punën me gjin këshidit më sheftën bre pas Allahut la ilaha illallah këshidit më sheftën hoxha e mirë të bënë rukje thëtë unë përbëj rukje dua është dua kur gjima shumë është dua me bë dua o zët shërë ja Rabbil Alamin me ajete me hadithet saktura që ka përdur pejgamberi sallallahu ka përdur sahabte kaq në shërimin dorë të Allahut azza wa jalla la ilaha illallah shërimin dorë të Allahut unë pak kam frika pak zotin falë të në
nashta ata edhe veç ka mundësi shumë që janë më të mirë se na. Dhe s'ka behane heqen më të mirë se unë, ata le t'jenë më të mirë, inshallah janë më të mirë, se për të mirë nuk ka zarar. Ka veç hajrë, kush do të qofshin ata? I kemi rana si kemi njohëm, si njohëm, jenë të kombitoni, si në kombitoni, jenë të afertoni, si në të afertoni, Allah, le t'jenë të mirë njerëzit. Por kam frikë se ka pak përbohet edhe si të gjaret ke punë, Zotin na falë, të na mshiroft, kemi dik me ndalë para Zotit. Ndërsa dalimin mes shejtanëve dhe gjinëve, se zgjatën pak se duket pihim hak të tjerëve të na prit të gjusë të tjerë, gjin dhe shejtan. Gjin janë botë madhe, e veçantë, e krijesave të Zotit. Krijesat me logjik, me vetdijet, plot janë tri. Janë melaqet Allahut, që quhen banor të qive. Janë njerëz në tokë, që quhen banor të tokës. Dhe janë gjint bota tjetër, janë gjint. Gjint nuk banojnë në qiell, banojnë tokë. Ka banoj Iblisi në qiell, kryetari tyne është përzan dhe ka ardhur në tokë. Kur themi gjin, futen shejtan, futen edhe gjint. Kur themi gjin, futen në te, këtë shprehje, edhe shejtant, edhe gjint. Ndërsa kur thua shejtan, ki për qëllim veç shejtant apo gjint jo musliman. Sepse gjint janë botë madhe krijesat më dha, numër shumë i madhe tyne, vetë Zotit din sa janë, jetojnë shumë gjatë, kanë cilësi tjera, jo si njerëzit, nuk janë trup fizik, por mund shëndrohen trup fizik, kanë lëvizje të shpejta, ata hajnë, pinë, martohen e tjere, kanë disa mundësia, ka mundësu Allahu, shne ka mundësu neve dë mundësi, se ka mundësu atyne ka dhënë dë mundësi, që shne ka mundësu neve. Gjint janë musliman dhe jo musliman. Sikur se njerëzit, kur thu njerëz, o ju njerëz, ju drejtohesh ta njerëzve, por kur thu o ju musliman, këtë ras, kune për drejtohesh në numërit caktuar të njerëzve, e që janë musliman. Pra kur thu gjin, janë krejt gjin, musliman dhe jo musliman. Kur thu shejtan, ke për qëllim gjin që janë vetë shejtan, gjin qëfar, gjin qafira, jo musliman, jo besimtar, që unë shejtan. Gjin një musliman nuk ka mundësi me ka shejtan. Gjin jo musliman, jo në shejtan. Kur thu shejtan, Iblisi është shejtan, pra është qafir, është jo musliman, është jo besimtar për gjinve, po të një të kështë edhe gjin. Sikur se musliman, pra njerëzit, këtë njerëzit janë njerëz, edhe musliman janë njerëz, ama kur të dash kur të thu musliman, ke për qëllim njerëzit që besojnë Zotin hak, Koranin, pejgamberin e tjerë. Kur thu njerëz, ka mundësi këtë njerëz, por kur thu qëfar, apo jo musliman, apo jo besimtar, ke për qëllim njerëzit që nuk janë besimtar. Se disa mujta me sharu. Vjen dhe gjusi rade, salam. Selam aleikum. Aleikum salam, ultra. Një person e ka qenë një plas të druve që të në qytet, midis shtëpiave, në 4 shtëpia, që 15 vjet është në bo zullum. Me shara të prej dru me motora, plohon, erë benzini, rotlim kamionave. A është zullum qaj? A është që ka kënej me dreze, bile është nga të shpis nga internave. Kur kush nuk mujti me hjek as me i bo gja ati njeri, a do të dënës zëti atë njeri. Edhe biftani me të nëzit njeri sa pesh tran ka. Selam aleikum, zëti ju shpërblim. Amen, selam rahmetullah. Shëndesim. Unë nuk për dijat mesele tash qysh është të kështë, kam për qëllim. Njeri ju ka mundësi, e ka një arë, një livadh, një bërë, edhe bën punëtori, për drua, për furë bukësa, me fabrikë të vogël, diçka ku diune. Dhe ma vën, vinë këshia, vinë mushet plët. Tash këtë rast, ata koreanarët e kanë pa që kështë të punu aty. Dhe kur ke paranu mu afru nga dikujna që bën tem, që ku diune, atëherë nuk bëjmë fajsu këta, sepse ti ke paranu mu në banu aty. Sikur se, nëse blenë banesën, tash masi me banesa shumica njerëzve për banojnë,
po lakmojnë banesa, po që me thonë, po pi preferojnë banesat, nëse bleni banesë, në ndërtis katën e pare ka me shqitore, me dyqane, edhe në albanan ti. Mirë, që e zëtënia ka një fur buke atë, ose ka një qebaptore. Që e qebaptore a bën tim, ti me shkënë për pjetat e poshtë, për pjetë. Dhe ta shty me arë, mas më të më 2 vjetë me thonë zëtëni, për më bëtim ti, heqat qebaptore. Po ti kore morë banesen, a kënë qëtu shqitore qëto? Po, ta nuk e pëme si tu që kështë qebaptori, ajo pa është valla. E ti mi ka shkan? Ti ke pranu marë qëto, antaj dhe të me pranu me që ato që del për këtuj. Ka pak zhuru me, ka pak time. Ndërsa, nëse shpijat janë, dhe vjen dikush, dhe që një fabrikë që am të më tënë ajrin, klimen, zhuru mi bën, mi shqetësën, e tjerë, në këtë rast kjo është fajtor. Sepse nuk bënë nuk ka të drejtë kërkush me shqetësu e njerëzën shpijat e veta. Po flasën me fejë, nuk ka të drejtë me shqetësu. Pa më thëtë dikush, unë e kam drejtë në bërtit në rrugë. Është të vërtet që ki drejtë në bërtit në rrugë. Për momentin që bërtima jote vjen më hindritare dhe më tranën mua atje më pengon, ata nuk kanë regull kjo bërtim. Atëre më pengon ti mu. Sepse nuk kam e sile për bërtet një herë, për ti më bërtet ta natën dhe sabah. Dhe me ta leju ty, me leju tonë më halës më quna për rrugë bërti ta natëna. E jo të lutem. Por, këtu sene dhe të ndëhet më nërej që ka pak, edhe me njerëzillok, me karakter, me njerëzillok, sepse ke që shë bëtë dikuj zëllom. Edhe nëse ty të doke që nuk i bënë zëllom dikuj, nëse nuk janë të knaqë njerëzit, nuk kanë regull e mësile. E këshillak në pas mirë kuptim e zveti. Këshillok me pas mirë kuptim e hadithet të cilat flasin, bile dhe ajetet koranore për këshillok, pasha Zot jenë të më dha. Këshillokun dohet me rujt, e me rujt, e me rujt, e me rujt. Që shërun vlaun të në që ta ka bën nana dhe baba. Edhe një pikuj nëse del në tanë këshis, edhe një fije bari nëse del me lip halal, me thanë në bë halal se pas ka dal. E ndoshta të pengon në këshis. Se lemo ma shumë bëjë këshiz, ma diçka maran, por që më bëjë motër? Këtu punë se zbohen me këshillok, me vlazillok e kom fjallin, me njerëzillok e me fej, du të më bëhen dhe me leqë dësane bëhen dhe me leqë, me gjikat, me komun, me, po, zotë ja zgët hajrin. Vjen të gjuhës si tjetër, alo? Selam aleikum. Aleikum selam, urdrani. Ndërsa të bëjnë një pyetje hoxhës? Po. Kështu kam probleme një fëmijën e pak. Do kështu kam maj vogël, kur i ka pas 4 vjet 5, vetëm bylbyli ka fol ani kjo fëmija, kupton? Po, tash po. Tash do ka fillu në shkollë, klasën e parë, tash mujnë e ashëm i banë 7 vjetë në klasë 2 është, po ka problem pak me të folëve, me belzim, që i thoi me folë Desha me dit edhe a kom bo gjuna në ratë nëse e kom pasë për gjallar me një fry që i thoi nga gjuhën popullore, apo qka po më vjen të ndit tash me po. Mirë, faleminderit shumë. Aleikum selam. Zotë të rujt. Pikës pari nuk thasht, kërkus pa që ke bërë gjëna, stakfirullah, jo, ty ke marë se bepet, s'ka dërt. Pikës pari, pas e dyti, është që një lej smundje, e cila mund t'i godet, se në kam ledzu për të më ka interesu, po fjallër kam për të folur, veç për të folur, për belbzim. Fëmijët edhe pasit janë nisin me folë mirë qështa të për djallin tanë. Ka mundësi edhe mas 3 vjetë, 5 vjetë, 7 vjetë, 10 vjetë, dikun të thë deri 20 vjetë ka mundësi mërtho, pra janë nis me belbzu, ma vanë. Pra, është një lejs mundi që mund të godet dikan. E thëmija jëtë masi folë, por belbzën ka pak e punë shumë e vogël, se në tuta më spëthuj ka hup krejt. Për ndryshe që belbzën ka pak, hitë se probleme e punë. Së është problem sepse e kalan. Kalan aja.
Ti do të me qohe në spital të lokopedi thujnë, ati mjeku që është i specializuar për këtë punë, edhe me vetë ato çfarë këshilla me njek, edhe dohet me njek disa këshilla të mjekut, dal nga dal, me emër të Zotit mia, përmirësohet, përmbarët edhe për ti sa është i edukuni që i përmbahet rregulla porosive të mjekut. Për shembull, mos me fol shpejt, mos me gut kur të flet, mos me stresu për me kanë qetë, sepse fëmia e tillë zakonisht kur i kanë frikë, kur janë pak të ngushtohet para mësuesit, para mësafirit, para dikuj, mërthu. Ndërsa kur vetën flet lirë. Që do thotë se ai ka mundësi me zgjidh problemin, por pjesë e problemit është edhe stresi, mos koncentrimi apo shqetësimi i tina. Kështu që ka nevojë pak me mjeku fëmijën, pak në të këshillat e mjekut, po edhe me nejtë gati vetë, po edhe tani me nejtë gati vetë, me ka disiplinunaj. Edhe me emër të Zotit i kalën me emër të Allahu, të bareke u ta'ala. Allah shëroft ja Rabbi. Edhe bë duati, dhe letë mësiret e po mësë dëshpëra, mësë mërzit, bën dua, lutë Allahun, edhe në që shtu regula, inshallah Allahu ta'ala, ta shërën ja Rabbi l'Alamin. Amin. Vjen të gjusi radhës, alo, apo nuk kemi të gjus. 038-249-237 edhe për shumë pak minuta i hapur, ndoshta një apo dy dëgjues maksimumi, me qenë se po ja afrohemi fundit dhe të marrim një apo 2-3 pyetje në formë të shkruar. Pyetja e radhës nga një dëgjues, selam aleikum, thot profesor, thot para 8 muajve thot më ka vdek nana, thot ndihem shumë e mërzitur, jam namazli me 5 kohë namaz. Më trego profesor çfarë mund bëj për prindrit e vdekur. Për prindrit e vdekur më bë dua, Allah e pas mëshiron nanën tonë dhe nanën tëm, dhe një mërzit për nanën tëm, beli vallaha, një mërzit. Edhe tona mërzitën për nana tona, po Zoti nuk na vet, ati kofshin falë, na i mërë nana tona, bave dhe neve kam në marë me emër të Zotit që shala me faqe të bardh, e me fjallën la ilahe illallah, o Zoti madh, mundësana ja Rabbel Alemin, që fjalla jo në fundit me kanë fjalla la ilahe illallah. Dhe këtë në përfundu frimare jo dhe shkum të Zoti jonë, të bareke wa ta'ala. Më lutë për nanën tonë, më bëj dua për nanën tonë. Nëse ke idare, nëse ke të mira materiale, me dhanë sadak për nanën tonë, me bëj ndonjë hajrat për nanën tonë. Pastaj më vizitu të afërmit të nanës tonë, kjo është pjesë e punës të mirë që e bën për nanën mas ka vdek nana. Kështu ka në hadith. Me vizitu të afërmit të nanës, ata që nana i ka dashtë, që ka në lidhë me të afartë, në i motër, në i shoqet sajna, në i këshiket sajna, natyrisht të afërmit e sajna, të ati ki të afërm të nanës, po, ma shumë, pa kale ma shumë për hatër të nanës me vizitu, për hatër të nanës. Unë, për vjetit të dajti mi, i që janë më të afërmit e nanës, kam shku shpesh, por, për që më ka dek nanë, është ke ma shpesh, se sa që kam shku pa dek nanë. Sepse ta shkaj një pjesë që më shtyn me shkue është edhe shkaku për hatër të nanës. E nëmërej si respekt i nanës të më përzdekti me shku mja vizitue ata që nana e mi ka dasht. Allahu ne më shiroft nana tonë, baba tonë. Ja Rabbi, ja vëzhiroft vorën, ja ndryqoft vorën. Ja Rabbi l'Alamin, ja boft ato varreza mbashqe, për bashkëve gjenetit, nuri dhe dritë, ja Rabbi. E mos ja boft rësir, mos ja boft grupi av gjehnemit, ja Rabbi l'Alamin. Allah ja fal gjenahet, ja Rabbi, Allah ja fal gjenahet, se tana të nana të baba kanë gjenahet, që shëna kena gjenahet. Allah ne fal tanë me gjenahet, ja Rabbi, e na mshiru. Për marim të fundit dëgjusin, profesor, alo? Alo, mirë mama. Mirë mbrama, ultrani. Selam aleikum. Aleikum selam. Da është ta mja bu një pyqe e hoqës. Po? Po, da është zoti buëm prind shveti, da është ta me pyjtë për një emër të vajzës. Urna? Rajana, qëfar do më thonje do të ketë? Mirë, faleminderit shumë, përshëndesim, që të mirë për ju. Inshallah vlat hajrit.
Rejan është rejan. Rejan e dera gjenetit që kanë me hynë të agjerus. Një për dyre gjenetit që është specifike për agjerusit. Rejan, e të veqa bën gjenisim rojë rejana edhe kaqë. Po. E tash profesor po I marrim edhe pak pyetje në formë të shkruar që na arrin. Selam aleikum, thot profesor, jam djali më I vogël në familje dhe I kam prindë të gjallë. Por vllai I dytë thot që unë duhet kujdesem për prindrit, a e kam haram thot nëse unë I lo prindrit tek vllau, meqense po dojmë me nda, domethënë vëllezërit dhe tash më thot mund ka ardhur koha martesës, por ai nuk lejon me marr prindor. Kjo është mirë vallahi që pështynë cilë me marr. Krejti djalë shtyën cilë me hek për veti, I pështynë cilë me marr. Shqyqër që një kaq djelë mirë, shqyqër që një kaq razikin me zveti, elhamdulillah. Që Zoti ka lëshu rahmet, I do një kaq shumë këta prind, e që ashtu do të me I dasht prind. Do të më mërzit, kur nuk I ki prind. A fjallë edhe kur I në gjallë po sjetojnë me ty, do të me gjelezu vlaun tjetër që prind jenë me ta, me thana është në hajrit të madhë, sepse ka babën e nanën për dit, unë I ka marrall. Jo, nuk o gjena nëse shkojnë me ta. Më rëndësi është prindi me qenë I qetë. Nuk është më rëndësi prindi është kanë me të madhin, a me të voglin, a rënë vetë këta, që këtë për jashtë, a du me najtë vetë nëne, ju këni marë për dit. Nërë vjen janë, nërë jabje drejke janë, tjetër jabje të nesër men, ose shkan një mujtë njani, disa nana, disa baba, shkën që ashtu, disa prind, 2-3 mujtë një. Baba, nana kanë të drejtë absolute, që ka të dojnë bojnë, ku të dojnë shkojnë. Baba, nana ku të dojnë shkojnë ata. Ata shkojnë ku të dojnë, ata e mret. Ku të dojnë shkojnë ata. Pra, dojnë me zgjidhë një djallë, të zgjidhën. Më rëndësisht ata me kanë rahat, me kanë qetë. Me kanë qetë psikisht, shpirtnisht, materialisht. Ata me rëndësisht me kanë, me pas, sa është të mundën atë, si bas takatit, kushtet e plëtsuara me kanë, që këtë që ka nevoj. Mës me lanë vetën e, mës me hikë për kur gjohë, këtu e shumë sena atyrish, për mbi gjitha është shpirtnisht e psikisht, me ndi baba vetën që ka djelle, për dojnë djelle të reja të për respektojnë, për interesohen për të, këtu I një mujnë plak, këtu e knaqin plakun. Plak me shtë sene jetë anaj. Ati si ka dhe të politike, geografie, historie, atje prale. Ati në të plëtse kushtet, ati në thyllimet në që të kena ty e ma I mirë jone, ty të kena zëqpije, të kështu e knaqet plaku. Po. Profesor, thot si është më mirë të falet namazi me tekbire apo pa tekbire dhe a preferon thot sunetet falen 2 nga 2 apo 4? Dash 2 nga 2, dash 4 ka 4. Shumica ulemave kanë thënë 2 nga 2. Hanefite ka namazin e ditës 4 me selam, namazin e natës janë nda. Ebu Yusuf Muhamedi thonë ka 2, Ebu Hanifja thot prap 4. Po më rëndësi është më falë, se për fjalla për nafile, më rëndësi është më falë. Ndërsa për punë të tekbireve, këto ulema janë nda gjysë për gjysë. Malikit bashkë me Hanefit, që më shumë se gjysë agati, falen pa tekbire për pos tekbirit fillestar, ndërsa Shafit dhe Hanbelit e kanë pjesë të mëdhebit pandashëm çështjen e tekbireve. Tek një është mëdhebi Hanefi, e që është hak, edhe është mirë më praktiku mëdhebi Hanefi, është mirë më praktiku, për deri sa nuk del në bidat. Si del në bidat nuk jenë që e bojnë, mas mëdhebi da skërkujna. E mos ngritja durve nuk është bidat. Këtë rast më tu që vë del në bidat, nuk del në bidat, po në mëdheb, ate kanë hadithet e veta, ashtu që kanë Malikit, edhe s'ka gjatë keqja të me emrin Allahut Azza wa Jall. Ose nëse jetë marak shumë e praktikuat e atë dhe atë, dhe ashtu nuk prish punë, kur është të shpia, a në fali që shkish qefti. Por kur jenë gjemate, kur jenë gjami, është mirë ka pak me pas parasysh, edhe gjemat në rrethin e sepse kim nevojnë për një tete, për një vlazellake, për një respekt e dashurie, afrim me zvetje, sepse deshtëm, Zotin na falë, por është një realitet.
që ka pak, që të sene shtë mesele të reja që na kanë ardhur, ka pak e kanë bo, ka pak për qarë. Nuk them se shumë, nuk them shumë, sepse nuk dua të egzagerej senet, por ka pak kanë dikue. E që kena mujt edhe pa tu me jetu, sepse muslimant kanë jetu po fjallën vendit tonë që 500 vjetë pa të këbire, pa disa sene nami nuk o bo, nuk o bo, po kanë qenë të mamë në rrugë zotit. Pra dhe tash kanë mujt, pa që tu, s'ka pas nevoj për të hiq, më mirë kanë mundin me fokusu largimet disa bidateve, në vedjesim, në akiden, besim, me vedjesu njerëzit fjallin la ilaha illallah, me mi futë rrojt thellë në besim. Sepse ajo është bazë, në ndalë këtë dënja me adhuru Zotin, me besu Zotin hak, e besimi shëndosh është bazë, është temeli, është dëseni. Për ta njeriu nëse bën gabime gjatë të majt, këto të natë kajmë dhe shpresë të Zotit që të i kalohen falen, ama besimin e pas të shëndosh, me ka një lidhë fort për Allahu, me pas imanën hakikat besim të mëmë, që shtojnë pleqët, po. Profesor, dhe e fundit pyetje për sonte, një dëgjues po pyet nëse na ik namazi drekës dhe e falim bashkë me ikindin, a me fal 2 recate drek për mos me vëndu ikindia apo komplet? Jo, s'vesh për hepon, kush kam mësuar ashtu ty. Jo. Pse ti ki qinia nuk bëmë fal 2 recate drek. Me çfarë drejtë shkurton ti drekën, me çfarë të drejtë shkurton drekën. Drekën ke të drejtë me shkurtu, po ti sholltar mosafer, ti mosafer nuk je, udhëtar, je të shtëpia jote. Nuk është pretekst, nuk është arsye, po mi ki qinia e përshkurtoj drekën, jo. Ti nëse ke për qëllim ti ki qinia, kalën e qinia krejt, se të ka rënë me në të zame në fund të namazit të qindis, për shambull, ke flajt, që për marrë shambull konkret me sharu ma mirë. Ta është dimni namazet i në afer njëna me tjetërën. Jenë të këne i në Balkan, po në Evropë dhe ma afer me zveti. Me që zotë në Skandinavia që ta është dimnit, në për Finlandë, në për për 2 sati kiti 4 vakte namaz të. Për ti në falë sabahën atje, në falën 10 sabahën, ndikun ka 12 që janë i zdreka, me në një qinia, me në 3 gjusë, 2 gjusë akshami, ti për 3 sati ki 3 vakte. Për 6 shtatori ki 5 vakte. Dhe imaginati, ka ra me fjetë në ora 11-12, kërë quë, 15 minuta, 10 minuta para se përëndu djeli. E që i bje dreka e ka ikë gjithë sëse atina, por e ka rëzik mi këtë i qinia. Në këtë rast, a mu angazhu me drek, sepse është namazi parë është ka ikë, e me rëziku i qindin, apo me fali qindin, e me prita u qyra, apo më në nëzën dreken aja, gjithë sësi me fali qinin. Gjithë sësi me fali qinin, këtë rast. Dhe shetë që djelë të përëndu, nuk i qa falë drejkë mo, të rosë që të rëngjurre. Dhe të përëndu djeli. Kër përëndu djeli, këthej e falë drejken, njëherë, e falë i qinin prap, ta në falë akshamin. A nëpse mundesh këtë rast, me falë, masi qinia ka shku, me falë aksham, i drejken, ta në akshamin. Sepse pe i rasteve, e mështë të komplikoj shumë, për rasteve që kanë cekë ulemoja, kur hup radhitja, apo kur bije më mirë me thonë radhitja është, nëse ngushtohet koha namazit të asaj kohe. Këtë rast, është ngushtuar koha namazit të kësaj kohe, që është klapa e qindia, andaj bije radhitja, fali qindin, ta në hin akshami, e fali drejken mas andaj. Për ndryshe, nuk ka kuptim me shkurtu drejken. A nëse ka kohë, që këtë dhe 10 minuta, din për endim djilë, për 10 minuta e falë, 4 recate, falë 4 atet. Ka të drejtë që është e 4 i fali qini, si shpejt i përfundan. Po. Atër, profesor, ke ishte pyetja e fundit, faleminderit shumë për këtë emision. Të ndëruar dëgjues ke ishte tëra, ne ju falenderojmë të gjithë për vëmendjen, takohemi inshallah të premten me një emision tjetër. Deri atëherë, mirëmbëjtje.